Këtë video e nis me keqardhjen time të shprehur ndaj të gjithë banorëve që janë ndjekur apartamentet në zonën e farmacisë 10. Pamje si kjo në Tiranë nuk lidhen drejt për drejt me fasadën e ventiluar, por me mënyrën se si është ndërtuar ajo. Ky është një moment kur një detaj i referuar cilësisë së ndërtimit apo materialeve të përdorura në të do të bëjnë diferencën për ju. Sepse një fasadë e ventiluar funksionon si një sistem me shtresa. Në një zgjidhje cilësore kemi veshjen e parë që është shtresa e qeramikës, i cili është një material inert që nuk digjet. Këto janë pllaka të ardhura nga Spanja dhe janë material shumë rezistent dhe i fortë. Shtresa e dytë është materiali i leshit të gurit, i cili është një material që nuk digjet, i klasit A1 dhe fillon nga kati i parë banim e sipër. Ndërmjet pllakës së qeramikës dhe leshit të gurit kemi një hapësirë ajër 10 cm e cila bën të mundur qarkullimin e ajrit në mënyrë që të mos kemi përshkallëzime të situatave, e më pas vjen muri i tullës që gjithashtu shërben në termoizolimin e apartamentit. Këtë konfigurim zjarri nuk ushqehet nga fasada, por e bllokon atë. Sepse termoizolimi nuk është thjesht komoditet, por është siguri për jetën dhe për pronën tuaj. Bëni blerje të sigurta duke qëndruar në kompani që ndërtojnë cilësi të lartë ndërtimi.